Me shqiptarët e të jashtmit, ku dallon këtu, ku janë dallimet? Po dallon se këtu s'ka disiplinë mas pare të koncerteve. Okej. Dyqysh në klub me kënu është shumë fajn, totally fajn, po e bëni promovime, bëni paraqitje mas koncertit tonë, dal klub edhe të shohin njerëz që dojnë. Dal në klub e bëni përshëndetje, it's okay. Shumë mirë që unë kam kënu në 2023 në koncert, aty e ndjem vjetën artist. Nashta që ashtu ku në shkrume, sa do në këmë dosh me kënu, pi shokrit kolekte me këtë njerës të me të përformu në skena në për klube, po me kënu në koncert është këtë jetë kategoria dhe shumë i që e kanë sjellë që disiplin, janë disa këngëtar që i përgëzaj të Kosovës, që e kanë pru disiplinën e koncerteve, është shumë nice, është ndjenjë shumë e mirë me kënu para një audiencë gjanë që ty të ngojnë për live edhe të ngojnë, e kanë vëmendjen veç të te. Se në klub ndodhen 500 ngjarje për një moment, a në koncert kime dalë sione para 8000 vetav, edhe nuk e kom ditë cilën botë jam, nuk më sham i këshyr njerëz. Se këtë e kanë sytë të ten, nuk i kanë sytë dikush të folë me njoni, dikush të abden. Dikush të urenë. Fix. Po. E prandaj që kjo është ndryshe, unë edhe eksperiencën tem që kom pas në Beyoncé, e kom pa në koncert live, është këtë e disiplinë. Ka ndodhur atje? Se kam dash me se të ndërprejme, më falë. Tash dalë edhe aty, kur i kom thonë familjes tem, ose motrës tem, se jam shumë i lehtë me ta, e motrën bardhen, i kom thonë, art, këta po bojnë komercial, këshuri koncerte, ti brand, nuk po të shaf halo, veç e kom këshur shtu, i kom thonë, ka me të qute Doja Cat, veç kime këshur që shkan, qka është koncerti, qka është artisti. E ka po Doja në live dhe tha, rëqëtëm, tha mua, dhe mës hajde më në Kosovë. Që kjo më dhem pak, edhe më nëzës presi, sholla vjen që këtë disiplina, që artistët e mirëfill që këndojnë live edhe i bojnë vetë, kompozojnë kong, qëfar do të që janë, edhe nëse si kompozojnë, po janë artistë që kanë talent, dalin koncerte, e kanë atë lidhëmërinë me fansa, është këtë tjetër nivel, që ajo është për mu muzikë e mirëfillt. Nashta prandaj universin nuk ka klik me mu me performu në Kosovë, që unë shumë e du Kosovën, edhe Shqipërinë, edhe diasporën, nuk ka klik halo moment jam për me dalë të audienca jonë, që është totalisht në rregull. Për çdo artist, edhe nëse nuk të vjen puna, më ka ardhur më ka thirr italiani ose argentinos, hajde. Nuk është që nuk më dosh me shku qatë, nuk më punu në të njëtën, më ka ardhur brenda natës të lajmi, hej nëse kongën, plus kam qenë në bugjet kufizum, që thash, i kom thonë, a je sigur, thash se nëse nisi kongën me ty, më shkojnë filan €1000. Po, unë se më të bëj gara, që të funksionë ata, mi thonë të një shqiptarit të bënaj bashkëpunim, jo të gjithë, ata kanë me nxerr Beyoncé. Besoj që ajo është më e thjeshtë se do shqiptar që i kena nal. Nuk po du mi... Këtu të jap të drejtë.